Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Belin Allahut sonte do të flas rreth një tregimi tjetër që Allah subhanahu wa taala ka përmend në Kur'an. Një tregim I cili në vetvete përmban shumë mësime me një sure të veçantë, me një sure të madhe që është suratu Yasin. Allah subhanahu wa taala ka përmend një rast interesant për një njeri I cili e ka treguar ambicien e tij se çfarë ambicie të madhe ka pas dhe ja ka dash popullit të tij të mirën. Ka sakrifiku, po Allah subhanahu wa taala ka shpërbly për atë mirë që ka pas. Ta shohim inshallah me lenin Allahut ngjarjen se si e përshkruan Allah subhanahu wa taala në Kur'an. Allah subhanahu wa taala thot: "Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'aha al-mursalun." Allah thot: "O Muhammed, tregoju Kurejshve për një popull I cili ka jetuar më herët, se shembulli I tyre është një sikur se shembulli I dhujtarëve që kanë qenë Mekasit, në atë periudhë e kanë kundërshtuar pejgamberin Allahut, se Allah subhanahu wa taala atyre u ka dërguar pejgamber. Idh arsalna ilayhim ithnayn fakadhabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Allahu te ata I dërgoi dy pejgamber, jo një, dy. Dhe më vonë Allahu I përforcoi edhe me një pejgamber tjetër, I bëri 3. E pastaj ata I thanë atyre banorëve, u thanë atyre se ne jemi të dërguarit e Allahut. Qalu ma antum illa basharun mithluna. Çfarë thanë banorët? Thanë, ju nuk jeni diç tjetër përveç se njerëz sikur se ne. Ata prisnin për një pejgamber dikë tjetër, jo njeri, qetë melek, ose gjin, ose dikush tjetër, thjesht mos qetë veç njeri. Ma anzala ar-Rahmanu min shay'in antum illa takdhibun. Allah subhanahu wa thot, nuk e ka zbrit që ju të jeni pejgamber të Allahut, ju thjesht jeni gënjeshtar. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Allah e di shumë mirë se ne jemi të dërguarit e tij te ju. Wa ma alayna illa al-balagul mubin. Dhe ne nuk kemi diçka tjetër përveç se kumtimin e qartë. Qalu inna tatayarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna adhabun alim. Tha ju na sjellni vetëm se kop të keq. Qëllimi është do thotë ju na sjellni vetëm se fatkeqësi. Dhe ne e shohim që ju jeni ata që ndikoni te na për keq. Nëse ju nuk largoheni prej te na, atëherë ne do që ndëshkojmë. Dëshkimi jonë është me gurzim. Edhe ju do ta përjetoni një dënim, një ndëshkim shumë të rëndë. Qalu ta'irukum ma'akum. Tha, për sa I përket fatit tuaj të keq, ju vetë jeni fajtor. Pejgamberi I Allahut u thanë ashtu, ne nuk kemi ndikim te fati juaj. E in dhukirtum, a thjesht vetëm se ne pse po ju këshillojmë juve, kërkoni që të na mbytni. Bel antum qawmun musrifun, ta me të vërtetë ju jeni një popull I shfrenuar. Wa ja'a min aqsa al-madinati rajulun yasa qala ya qawmi ittabi'u al-mursalin. Erdhi një njeri prej periferi, prej skaj. Edhe I thanë, ndiqni këta pejgamber të Allahut azza wa jall, sepse këta janë pejgamber të Allahut. Ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ndiqni ata që nuk kërkojnë prej juve gjëra materiale dhe pikërisht janë këta të udhëzuarit dhe poshtë thirrin udhëzim. Wa ma li la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Pse unë mos ta adhuroj Allahun I cili më krijoi dhe kthimi juaj do jetë tek Ai. Attakhidhu min dunihi aliha. I yuridni ar-Rahmanu bidurrin la tughni anni shafa'atuhum shay'a wa la yunkidhun. Tha pse unë t'i adhuroj idhuj tuaj ose dikë tjetër jashtë Allahut, nëse Allah dëshiron që Allah të më sprovoj me diçka prej sprovave ti, a ka mundësi që idhuj tuaj ose zotat tuaj të ndikojnë të unë edhe të largojnë atë dëm, edhe të më shpëtojnë, asesi se jo. Inni idhen le fi dhalali mubin, atëherë unë do që me të vërtet I devijuar. Inni amantu bi rabbikum fasma'un, tha unë me të vërtet I besova Allahut, Zotit tuaj, andaj dëgjoni pejgamberin e Allahut azza wa jall. Qila udkhulil janna. Allah I tha ti hyn xhennetin. Allahut qala ya lejte qawmi ya'lamun. Sigur ta kishin ditë popullim bima ghafara li rabbi wa jalani min al mukrimin, sepse Allah mua më nderoj, mi fali gjunat edhe më ngriti në grada. Wa ma anzalna ala qawmihi min ba'dihi min jundin min as-sama wa ma kunna munzilin. E pas vdekjes së tij ne tha nuk zbritëm diçka ushtrit veçantë që mi dënua ata
prej qiellit, do thotë nuk erdhën melek ose ndonjë diçka, ndonjë ushtar i Allahut azza wa jalla i veçantë, jo. Allahu azza wa jalla tha in kanat illa sayhatan wahida. Po ishte vetëm se një bërtit e madhe, një zëj të rishtueshëm. Fa idha hum khamidun. Ndërkohë ata mbetën gjithë të shtangur, do thotë të vdekur. Ja hasratan ala al-ibad, o sa dëshpërimi i keq, sa dëshpërimi i madh. Për robërit ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahziun. Nuk ishte pejgamberi i Allahut i cili vinte vetëm sa ta talleshin me ta. Këto ishin fjalët e Allahut azza wa jall për sa i përket këtij rrëfimi, përndryshe ky rrëfim njihet si rrëfimi i ashabul qarya, do thotë banorët e qytetit. Realisht për shkak se qarya në gjuhën arabe është fshat, po zakonisht në Kur'an kur është përmend nuk e ka pas qëllimin për fshat. Dietarët e përmendit, komentatorët e Kur'anit thonë që kjo varet krejtësisht prej traditës. Në përgjithësi, si qarje kur është përmend do thotë si qytet i madh, që në vete ka përfshi edhe fshatra për rreth tij, do thotë ka qenë një qytet më i gjerë, jo vetëm se një fshat që njihet sot, se fshatrat zakonisht tash janë të vogël, edhe kur përmendet për fshat qëllimi është një vend i vogël me banor të caktuar dhe me normalisht me pushtet të caktuar. Në këtë rast besoj që pushteti ka qenë më i gjerë dhe se dërgimi i dy pejgamberëve, pastaj edhe përforcimi me pejgamber tret, aludon se ka pas edhe më shumë njerëz në te. Tash kalojmë inshallah te komentimi i tij në përgjithësi. Allahu subhanahu wa taala përmend fillimisht i drejtohet pejgamberit sa po e shihni edhe tash edhe ligjëratën e kaluar e përmenda, do thotë që Allahu subhanahu wa taala i është drejtuar pejgamberit sa disa me disa shembuj. Dhe ato shembuj që janë përmend Kur'an janë shembull jo vetëm se për Mekasit, po janë për krejt umetin. Njëjtë historia përsëritet, rolet janë njëjta përsëriten ose do thotë ndryshojnë vetëm se personazhet. Në këtë rast Allahu subhanahu wa taala kur i thot pejgamberit sa sqaroi atyre, tregoi atyre këtë rast Mekasve se kanë qenë edhe përpara tyre disa të ngjashëm si ata që i kanë mohu pejgamberit e Allahut, i kanë përgënjeshtruar, po gjendja e tyre ka qenë një mësim i madh. Andaj thot dëgjoni o ju Mekas, o ju banor të Mekës, o ju musliman, o ju dhujtar kushdo që është, dëgjoni këtë rast sepse është rast për mu meditu. Thot Allahu subhanahu wa taala wadrib lahum mathalan ashab al-qaryati idha ja'aha al-mursalun. Në atë vend ne dërguam pejgamberët e Allahut azza wa jall. Normalisht pejgamberët e Allahut kanë qenë në çdo kohë. Prej të Ademi nëse themi për lajmëtar, po si pejgamberi për Nuhi alayhis salam e pastaj do thot me rënd rishtazi. Allahu subhanahu wa taala ka dërguar nga një pejgamber të një popull, Nuhi ka qenë të një popull i madh, Ibrahimi të një popull i madh, kështu me radhë. Po ka pas raste ku Allahu subhanahu wa taala ka dërguar 2 ose 3 ose më tepër pejgamber, Allahu subhanahu wa taala di. Po këtë rast Allahu i ka përmend 2 dhe pastaj një përporsim që është 3. Thot Allahu subhanahu wa taala ne taj popull dërguam pejgamber. Dërgimi i pejgamberëve të Allahut ka qenë këshillimi i tyre, paralajmërimi i tyre, mësimi i tyre, inkurajimi i tyre që t'i largohen haramave dhe t'i kthejnë Allahut subhanahu wa taala. Thot ne te ata i dërguam jo një, po i dërguam 2 pejgamber të Allahut subhanahu wa taala. Kur ata i pon pejgamber të Allahut nuk besuan. Edhe përgënjeshtruan dhe nuk besonin që ishin pejgamber të Allahut azza wa jall. Edhe Allahu kur e pa se ata nuk besojnë, thot fa azzazna bi thalithin. E ne pastaj e dërguam edhe një pejgamber. Ky pejgamber ka qenë përforcim. Kjo tregon se nganjëherë thirrsi i cili thirr në fenë Allahut azza wa jall ka nevojë për përkraje. Përndryshe i vetëm është problem. Kur ka krah edhe kur ka shpinë të fortë që i qëndron dikush pas, atëherë edhe fjala është ma pranuese, do të thotë fjala i pranohet më shumë, po edhe normalisht ndikimi i tij ka mundësi me qenë më i fuqishëm. E prandaj edhe thirrësit kur kanë dikë i cili u qëndron pas, në gjitha aspektet si krah si përforcim me lenin Allahut është shumë më lehtë. Allahu e dërgoi pejgamberin e tretë, megjithatë ata përgënjeshtruan. Përgënjeshtrimi i këtyre gjithë pejgamberëve të Allahut azza wa jall aludon që kufri i tyre ka qenë shumë i madh. Disa prej dietarëve kanë thënë që ata kanë qenë pejgamberët e Allahut. Disa kanë thënë jo. Kanë qenë disa prej shokëve të Isa alayhis salam që i ka dërguar në qytetin Antaki. Antaki do thotë është një qytet i madh. I ka dërguar Isa alayhis salam disa të dërguar për mu mësua atyre fenë e Allahut azza wa jall ashtu siç e ka zbrit Allahu azza wa jall. Mirë, po më saktë është që ata kanë qenë pejgamberët e Allahut azza wa jall dhe historia është do thotë më hershme se sa periudhën e Isas alayhis salam. Ata kanë refuzuar. Arsyeja e tyre cila ka qenë? Arsyeja ka qenë ma antum illa basharun mithluna. Ju jeni njerëz sikurse ne. Mirë.
Për njeriut, a nuk pranohet dija? Për njeriut, a nuk merret argumenti? Për njeriut, a nuk ka mundësi me u përcjell mesazhi i Allahut? Normalisht ata e kanë ditë se pejgambert para tyre kanë qenë njeri, dhe nuk ka pas pejgamber melek, dhe nuk ka pas pejgamber gjin, dhe nuk ka pas pejgamber i cili ka qenë krijes tjetër. Po Allah Azza e ka specifikuar njeriu si krijes që të jetë mesin e njerëzve, për shkak se është i njëjtë sikur se ata. Edhe e njeh karakteristikën e tyre, tiparet e tyre, natyrën e tyre, veçoritë e tyre si njeri, edhe normalisht nëse njeriu dërgohet si pejgamber, ai e di se ku shkon, krahas melekut, i cili është krijes krejtësisht tjetër, edhe normalisht nuk ka mundësi me përcjell mesazhin ashtu siç e përcjell vetë njeriu. Allah Azza ka zgjedhur njeriu si pejgamber. Kjo tregon se këta persona nuk ka qenë problemi të personit, të krijesa si njeri, po thjesht e kanë pas arsye. Nuk kanë dashur besu. E për me gjetë një arsye, sikur se tash kur dikush nuk do me pranu mesazhin, edhe ti ja përcjell një mesazh, edhe e këshillon, ai e gjen një arsye prej arsyeve që ta arsyetohet mos ta pranoje porosin që ti ja jep atij. Edhe këta kanë qenë njëjtë. Këta nuk kanë dashur thjesht me u bind urdhave të pejgamberëve të Allahut. Jo që kanë pas problem pse ata janë njerëz. Pse Allahu Azza në disa raste e kanë përmend në Kur'an se njëjtën gjë e kanë përmend edhe popujt e mërshëm. Allahu Azza në një prej rasteve përmend thotë dhalike bi annahu kana ta'tihim rusuluhum, atyre u vinin, u shonin pejgamberët e Allahut bil bayinat, me argumente qarta. Fekalu e besherun jehdunena, a njerëzit neve do të na udhëzojnë? Po kush, nëse nuk janë njerëzit? Po ashtu in antum illa besherun mithluna, ju jeni njerëz sikur se ne. Turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna. Ju, qëllimi juaj është që të na pengoni të adhurojmë atë që e kanë adhuruar prindërit tanë. Për këtë arsye ju keni ardhur. Po ashtu thot Allahu Azza walain ata'tum basharan mithlukum innakum idhan la khasirun. Nëse ju bindeni atyre që janë njerëz sikur se ju, me të vërtetë ju jeni të humbur, edhe jeni të mashtruar. E do thotë që këto kanë qenë fjalët e tyre. Rezultati wama mana an-nasu an yu'minu idh ja'ahumul huda illa an qalu abatha Allahu basharan rasula. Ata nuk e kanë pas problem që të besojnë. Pengesa e tyre thjesht ka qenë nuk kanë dashur të pranojnë dikë i cili është do thotë njeri. Këta persona, pasi që ata janë argumentuar se ne nuk ju pranojmë, përgjigja e tyre ka qenë shumë e mençur. Kanë thonë qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Allahu e di se ne jemi të dërguarit e tij deri te ju. Ata nuk janë argumentuar me thonën se jo, ne jemi njerëz dhe Allahu ka dërguar përpara njerëz, jo. Thjesht përgjigja e tyre ka qenë ne jemi të dërguarit e Allahut deri te ju. Wa ma alejna illa al-balagul mubin. Dhe ne nuk kemi diçka për juve, nuk kërkojmë. Përveç kumtesën e qartë që neve Allahu që na ka angazhuar me ta. Fekalu inna ilaykum mursalun. Herën e parë. Shikoni, Allahu i ka përmend dy herë ka përmend se pejgamberët e Allahut u kanë ripërsërit. Herën e parë kanë thonë ne jemi të dërguarit e Allahut. Herën e dytë inna ilaykum le mursalun. Kjo le shkronja, kjo është për me vërtetu edhe njëherë, me të bind se ne jemi pejgamberët e Allahut, nuk ka dyshim këtë. Andaj mos keni frikë, edhe mos mendoni që jeni të mashtruar, se ne jemi dy, edhe me një, tre persona, ne jemi pejgamberët e Allahut. Çfarë i thanë ata? Qalu inna tathayyarna bikum. Ne mendojmë se ju neve na sjellni fatkeq. Si ka mundësi me ardhur kush me thirr fe, edhe me thonë që ne mendojmë që ju neve na sillni fatkeq. Ai ka me dhunti, ka me shpallje, ka me mirësi. Ata dhuntinë Allahut, mirësinë Allahut e kanë pas sikurse ndëshkim. Kështu është kur ngatrohet e vërteta me të pavërtetën. Edhe kur njeriu e ngatron të bardhën me zezën. Këta persona kanë menduar se pejgamberët e Allahut u sjellin vetëm se keq. Njëjtën e kemi sot. Prezenca e thirrësve në fenë Allahut ose xhallarëve, sipas disave në shoqëri, është vetëm se dëm për shoqërinë. Edhe ata duan thjesht ta pastrojnë shoqërinë prej atyre që thirrin fenë Allahut. Dhe çdo se kufizohet vetëm se brenda 4 mureve të xhamisë. Mos dale jashtë. Për shkak se nëse del jashtë, menjëherë ti ndikon keq në shoqëri.
nuk është traditë e vjetër. Traditë e re është traditë e vjetër. Kanë thonë, ju jeni ata që neve po na sillni fatkeq. Edhe ne nuk duam që ju qeni këtu prezent. Nëse ju qëndroni me ne do ndëshkojmë. Çfarë ndëshkimi? Do u gërzojmë. Para mendoni, ndëshkimin më të rënd, me gur, me imbyt. Pejgamberi Allahut, 3 persona kanë qenë një popull. Edhe plus asaj, ju do e shijoni dënimin e ashpër në trupin tuaj. Kështu i thanë edhe Musa sallallahu alaihi wasallam. Fa idha ja'atuhum al-hasanatu qalu lana hadhihi. Kur u ka ardhur një e mirë kanë thonë kjo është prej neve. E mira prej kujt? Prej neve. Ne kemi punu, ne jemi angazhu dhe ne meritojmë. Wa in tusibhum sayyi'atun yattayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Kurse kur u ka ardhur një e keq që kanë thonë jo, kjo vjen veç prej Musait, edhe ata ose atyre që i besojnë Musait alayhis salam. Kur u vjen e mira thonë ne jemi ata që ndikojmë dhe ne jemi që ata punojmë dhe që angazhohemi. Mirë po kur u vjen e keq jo. Është një grup, janë do xhallar, janë do që folin. Ata janë shkaktar. Ata kanë problem, ata dhe ata që i ndjekin ata. Këta janë problematika jonë, sepse neve nuk na pranojnë, sepse neve nuk na dojnë. Këta janë. A moralisht problemi diku tjetër apo? Nuk është problemi as te muslimanët, as te xhallar, problemi është vetë ata, se vjedhin, e trattojnë, e mashtrojnë, kur vrije, shkati i bojnë. Normalisht njerëzit nuk janë budall. Po ashtu thanë për popullin e Saliut. Thanë ose populli i Saliut, qalu tayyarna bik wa bimak. Ti edhe popullet janë shkaktar kryesor që neve po na vijnë qijet. Mirë. Thanë ata mirë, tamam, masi ju po doni neve me na mbyt, shkaku i thirrjes tonë që ne po thirrmi në tauhid, po thirrmi në islam. Tamam, masi është ashtu, jo po mendoni se ju ato dëme që i ke shoqëri, ato pengesa që i ke te për memëri dhe te shënimi ju, edhe ato probleme, po mendoni që jenë prej neve jo. Jo, fatin krejt çka e kene është dur të juve. Varë për juve. Gjënat tuaja. Nëse ju i keni raportet e këshia me Allahun, atëherë mbetet që ju jeni faktori kryesor ju jeni, jo na. Na kur gjë nuk kemi të bo. Na jemi të thirrë në fe. Jemi të thirrë në hajr, mirësi, njerëzit për mi uzu, për mi largu prej anamit, me përmirësu shoqërinë, me largu çdo vest keq prej shoqërisë. Edhe me mirë, na nuk kemi me juve kur gjë këtë aspekt. Fati juaj, ju që pretendoni që është i keq dhe jeni të pakënaqur, është rezultati i durve tuaja. E pastaj i tha, ose pejgamberi than, e hindhukirtum, a veç pse na po u këshillojmë, po doni me na mbyt, me na vra, veç për çaq. Veç për këtë kur gjë tjetër. Asnjë lloj domi nuk keni prej neve. Bel antum qawmun musrifun, me të vërtet. Ju jeni një popull i shturur, i keni të kalu gjitha kufinë të Allahut. S'ka mundësi një njeri me pretendu se unë të mbys thjesht veç pse po thirrin fen Allahut. Me dosh e pranon, me dosh nuk e pranon, nuk ka problem. Ku është problemi? A ki problem shkije? E kam drejtën time, unë e për me thirr, unë e kam këtë bindje edhe thirrje edhe të ftoj edhe për shkak se unë besoj që është e mirë. Edhe thirri për të çajo që e shoh unë, që është e mirë. Situata kur përkesohet, në ato momente vjen një njeri. Ky njeri është njeri i çuditshëm. Njeri i cili ka pas ambicie të mëdha, edhe besoj që secili prej neve duhet mundal pak me mendu rreth këtij personi që e ka shfaqur ambicien e tij. Allah nuk e ka përmend me emër. Pse se nuk është me rëndësi emri i tij. Është me rëndësi puna e tij. Kjo tregon se nuk luan rol emri mbi emri jot. Se për me të mbet emri në shënime, në histori, ti veç punot diçka që është e mirë, Allahu do ta lojë atë emër që të mbetet në histori. A u njohë, a nuk u njohë, nuk luan rol. Po vepra jote mbetet me lenin Allahut. Allah thot wa ja'a min aqsal medinati rajulu yas'a. Tha erdhi prej periferi. Qytet i madh, prej periferi. Ka dëgjuar që ka ndodhur pejgamberi të Allahut. Dhe ka dëgjuar që njerëzit po refuzojnë dhe nuk pranojnë që t'i përgjigjen atyre. Dhe ka ditën që pas asaj do të vijë dënimi i Allahut. Dhe ka ardhur që t'i binde njerëzit e popullit vetë se këta janë pejgamberët e Allahut, o popullim, mos u mashtroni, se këta nuk janë mashtrues. Këta janë njerëz sinqert, janë të udhëzuar dhe dëshirojnë që t'ju udhëzojnë edhe qert. Me lenin Allahut. Thotë wa ja'a min aqsal medinati rajulun yas'a. Yas'a nuk ka ardhur qëllimi është në kam, ka dal. Jo, ka ardhur shpejt. Pse?
në atë formë ta tregua ambicien e tij, se njeriu i cili ka ambicie dhe nuk dëshiron që populli i tij të vuan edhe tek ai ngutet, punon, angazhohet. Do thotë e tregon ambicien e tij krahasin njeriu i cili është dembel, është përtas, edhe heqja e tregon ambicien e njeriu. Njeriu sa më dembel që sa më përtas, ec më ka dal. Sa më shumë ka ambicie, hec pak më shpejt. Ambicet e tij tregojnë, do thotë, edhe lëvizjen e tij. Nuk pe lidhje me asnjë person veçantë. Do thotë mos keq kuptuar. Se njerëzit normalisht tash morën secili si ec, është punë e tij, po unë po përmend atë që përmendin do të lemot. Thotë Allahu Zotë do thotë që ka ecën shpejt, për shkak se situata ka qenë e tillë dhe ka treguar dashninë e tij që e ka për popullin e vet. Kale ja komi tebiul murselin, o ju popullim, ndiqni pejgambert e Allahut Azza wa Jall. Ittabi'u ma la yas'alukum ajra. Ndiqni ata që nuk kërkojnë gjëra materiale për juve, s'kan ardhur për biznes dhe nuk kanë ardhur për përfitim. Dhe thirrja e tyre nuk ka të bëjë me biznes. Thirrja e tyre është e pastër, mesazh për onës Allahut Azza wa Jall. Wa hum muhtadun, dhe ata janë të udhëzuarit, e duan udhëzimin dhe dëshirojnë që juve t'u përcjellni atë mesazh. Pastaj, pas kësaj, tha wama li a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Pse unë mos ta adhuroj atë i cili më ka kriju, Allahun, dhe tek ai është kthimi juaj. Pse mos ta adhuroj? Pse? Shikoni, pastaj ka shfaq besimin e vet. Me shfaq besimin mesin atyre që e përgënjeshtrojnë pejgambert e Allahut nuk është e lehtë. Me shfaq besimin sot me dal para dikujt që ndoshta dikush thirr në islam edhe ti del edhe thu që unë besoj, ç'është është? Është shumë e rëndë, për shkak se të përgënjeshtrojnë, të etiketojnë, edhe të akuzojnë. Mirë, po ky ka dalë edhe ka ditë se ka me qenë përfundim i rëndë. Megjithatë nuk ka shfrygu. Ka thonë pse? Pse? Ka thonë unë mos i besoj atij i cili më ka kriju dhe te ai është kthimi. Attakhidhu min dunihi aliha, mendoni ju se unë ta marr dikë për Zot jashtë Allahut, edhe ti besoj idhujve tuaj, zotëve tuaj, i njuritni Rahmanu bidur, nëse Allahu dëshiron, me më sprovu me një musibet. Pastaj ju, a mendoni që ata zotat tuaj do të ndërmjetësojnë që të ma largojnë atë tëm, ose të më shpëtojnë, s'ka shansë. Për shkak se merrni ju, që ku i keni? Gjitha, shkoni lutni. A ka mundësi diçka bendiku të ti, për dam ose për dobi, s'ka shansë. Inni idhen lëfi dhalani mubin. Nëse është ashtu, atëherë unë jam i devjuar. Atëherë unë nuk jam në rrugën e drejtë, po jam në rrugën e gabuar. Normalisht njerëzit, kur shkojnë e çojnë njeriu te mjeku i smut, çka i thonë? Thonë po e çojnë te mjeku ta shërojë. Normalisht Allahu subhanahu wa taala shëruesi, mjeku është kurus. Mjeku është sebeb. Mjeku nuk ka mundësi për me shëru. E njëjta vlen do thotë edhe pse është term i shprehur gabushëm, shpeshherë te na do thotë shprehen si term, po është gabim, edhe duhet të përmirësu patjetër. Allahu subhanahu wa taala është ai i cili sjell dëmin dhe Allahu subhanahu wa taala është ai i cili largon dëmin dhe Allahu ta jep të mirën dhe nuk ka tjetër mundësi me dhon askush përveç Allahut me ta dhënë të mirë. Allahu subhanahu wa taala thotë: "Wa yamsaska Allahu bidurin fala kashifa lahu illa hu." Nëse Allahu ta jep ose Allahu nëse sprovon me një të keq, nuk ka mundësi me ta largos kush. As hoxha, as doktori, as fallxhori, as mashtruesi, as sirbazi, kush to më kanë s'ka shansë, nuk ka mundësi. Po normalisht Allahu subhanahu wa taala sprovon dikan për me pa se a ka mundësi ai me bën sabër dhe ku po e kërkon ilaçin. E kjo është shumë e rëndësishme. Ti ku nisesh, ti ku drejtohesh, dikush thot vallai pse për ilaç lejohet me shku edhe te fallxhori. Vallai bilaj nuk lejohet. Se Allahu subhanahu wa taala nuk ka ngarkuar me ta, ai është mashtrues fallxhor, kur çdo s'ka të bëjë me ata. Merret edhe ai vet ai më paskon që ashtu që di për me shnosh dikan, më së pari kishte me shnosh veten e vet. Sa ai as nuk ka mundësi me dhënë parë, as nuk ka mundësi me të ashtu bereqetin, as nuk ka mundësi me të bashkos, nuk ka mundësi me nda. Nëse ndodh diçka prej atyre është me lenë Allahut për ty është provë. Shpesh njerëzit edhe ata që nuk kanë pas fëmijë, kanë shku shembull thotë nuk kanë fëmijë, jam detyru. Tamam, po si e detyru? Pse? Se ka metoda tjera që janë halal, po thotë vallai çashtu, thotë më kanë thonë disa se është i mirë, edhe kanë shkuar, thotë ka më shazone. Po, normal, po shak se sihr me sihr. E largon një sihr, e fut një sihr tjetër mirë, por realisht ai çkatron për shkak se ti me kët ban gjëra të mëdha, kur që është edhe vepër kufrit. Allahu na rujt. Mirë po, kjo është mentaliteti jon, edhe duhet me ndryshu patjetër. Edhe duhet me punu në këtë aspekt. Duhet me fol që mos shkojnë njerëzit ata mashtrues për shkak se i mashtrojnë
edhe pastaj çështjet po ngatron edhe po përgjigjen me çështjen e Islamit që s'kan Islami është i pastër prej saj. Allah thot e fara'aytum ma tad'un min dunillahi, thot a keni pa nëse Allah dëshiron. Nëse ju i luteni dikujt tjetër jashtë Allahut azza wa jall, in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri, ju atyre që u luteni, nëse Allah ju i sprovon me diçka, a ka mundsi ata ose ato me largu s'ka mundsi. Au aradani bi rahmetin hal hunna mumsikatu rahmeti, ose Allah kur do për mja dhoni të mira, ka mundsi ata idhuj me të pengu për qatë mirë ose për rahmetin Allahut, kul hasbi Allah. Mu mjafton Allahu, alehi yatawakkalu al-mutawakkilun. Ati mbështeten ata, mbështetësin, besimtarët e vërtet. Sido qoftë, ky person e shpreh besimin e tij, thot inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tha unë i besova Zotit tuaj, këta kanë ardhur me thirr, unë i besova. Fasma'un, dëgjoni. Thonë drejtor, kujt i ka thonë dëgjoni? A u ka thonë popullit vetë, dëgjoni fjalët e mia? Apo ka thonë dëgjoni fjalët e pejgamberëve të Allahut? Më saktë është që kanë thonë dietarët, dëgjoni fjalët e pejgamberëve të Allahut, se këta janë pejgamberët e Allahut. E Allahu më një herë thot kejl udkhulil janna. Ja shton ati hyn xhenet. Allah nuk e ka përmend vrasjen e tij. Pse? Për shkak se vrasja e tij nën kupton se ky person ka hyrë në xhenet me lenin Allahut. Ka dëshmor. Edhe Allah se ka përmend me thonë, jo e kanë mbyt. Si e kanë mbyt? Jo, e kanë mbyt me një herë. Nuk kanë mendu ta marrin ta torturojnë njerë, jo. Me njerë e kanë mbyt. Kë ka ditë. Allah u thot, me njerë ka thonë, hyn xhenet. Hyn xhenet. Pse se ky është në xhenet. Normalisht xheneti është në ahiret, është jeta berzohut. Po për jetimin që përjeton është për jetimin banorëve të xhenetit Allahut azza wa jall. Edhe plus asaj që kanë argumentet për dëshmorin se ku gjendet ta kupton. Sidoqoftë, ky person tregon që e ka fitu xhenetin e Allahut. A është kënaq me kaq? Që dikush thotë unë e kam pas synim të hyjë në xhenet. Tamam, jo. Shikoni. Ky thot, pastaj, pasi që Allah e ka përgëzuar me xhenet, kale ja lejte komi ja lemun. Sikur ta kishin ditë popullim. Po cili popull? Të kanë vra, të kanë mundu, të kanë byt, edhe ti, me gjithat po dhu, ta kishin ditë popullim, të thot që kë ka pas brengën e popullit vetë, edhe pse e kanë vrajt, s'ka lidhje. Kë ka fitu xhenetin e Allahut. Amo brengën e ka pas për popullin. A për shesh pa brengë ka? A e kemi unë edhe ti që këtë brengë për popullin tonë? Ja. Nuk besoj. Se me pas që këtë brengë ne kishim me punu shumë ndryshe. Ka thonë Jakomi, ja lejte komi ja limun, bima ghafara li rabbi wa jaleni min el mukramin, sikur ta kishin ditë popullim se Allahu ma fali. Edhe unë nderoj xhenetin Allahut, shpërblimin e tij, ta kishte po populli vet. Pse? Ti besojnë. Parmendoj. Ti besojnë. Thot dikush po mira, ka mundsi i vdekur me fol, kanë ardhur disa transmetime që pas vdekjes në jetën e berzot janë disa bisedime mes vdekurve. Kur vjen i vdekuri e pyesin, pastaj biseda mes melekëve dhe atyre që dëshkojnë, ose mes melekëve dhe atyre që dënon, ose mes vdekurit dhe veprave të tij, e kështu me radhë kanë ardhur disa transmetime. Po kjo normalisht është jetë e berzot, jetë që ne nuk e shohim me sy, vjen nëpërmjet shpalljes. Allahu tregon që ky person i ka thonë këto fjalë dhe janë vërteta. Këto fjalë këtë e tregojnë ambicien e tij që e ka pas ky njeri, ambicje të lartë. Por popullin e vet, kështu duhet dini, apo? Nuk ka nevojë me t'i shpjegu gjitha ato argumente, gjitha ato hadithe për me nxit pak, muçu me punu një vepër të mirë për shoqërinë tonë. Na vazhdimsi flasim, bisedojmë dhe trajtojmë tema, megjithatë nuk ka ndikim. Që o probleme të ligjëruesi, o probleme të pranuesi. O probleme të ata dy. Dykun është. Shqit nëse gjitha ato argumente dhe nuk mund e zemra jote pak mu prek, edhe mundësit që me punu, me të shty, për para që me punu me angazhu vetën tane, shka me folat edhe, shka me bisedu, qëfar ambice kiti? A ki ambice ti me punu për shoqërinë tane? Për me ta po kajrin, me qeni mirë, me qeni dobishëm, nëse nuk mundesh bara me bo mirë, bara mos me bo dam, kaq, që shoqëria me shpëtu prej teje, prej gjuhës tane, prej veprimave tua, ose me ta po kajrin me punu, më angazhu me diçka, për Allah, jashtë asaj, ka ndoshta edhe diçka që mundet do dikush për përfitime. Na janë do profesione që ka mundësi më përfitu, po esenca është edhe e mira, prej ti shihet hajr, nuk ka problem.
Qëllimi është diçka më qenë i dobishëm musliman. Thjesht me qenë ti ai shembulltyra më e mirë në shoqëri. Kaç ky e ka dashur mirën. Ka përfunduar me të mirë, është përgjuar me xhenet. Po jashtë asaj ka dashur megjithatë mirën popullin vet. Nuk i ka harru, edhe pas vdekjes, pse ata e kanë mbytë, kanë vrarë. Cili prej neve me marr me të vrarë. Po ti kishe me urrit tan jetën, edhe kishe me fol për ta kesh tan jetën. Veç me pas fol keq, më të flasim me të vrarë me të mbyt. Allahu na ruaj. Tha Allahu subhanahu wa ma anzalna ala qawmihim min ba'dihi. Tha pas vdekjes së tij. Allahu tha ne nuk kemi zbrit ndonjë ushtar të veçantë prej qielli. Me thon ndonjë melek i cili ka ardhur diçka i madh. Jo. Wa ma kunna munzilin, as do thot vendimi ynë nuk ka qenë do thot që zbresin diçka veçantë jo. Allah është zemru, se kanë vrarë një prej evlijave ti. Evlijat e Allahut azza wa jall janë ata që Allah azza wa jall i do. Edhe evlijat e Allahut janë ata që Allah azza wa jall për ta armiqson. Men ada li waliyan fakat adhantu bil harb. Pejgamberi hadith kutsi thot që Allahu ka thonë, kush më armiqson mu një veli, unë i kam shpall luftë atij, andaj kujdes. Se evlijat e Allahut nuk kanë që dallohen me shenja në trup, në ballë, nuk kanë flatra që fluturojnë. Jo, janë njerëz thjesht. Nëse te prek njërin prej atyre ngacmon, dije se Allahu t'i kish shpall luftë. Andaj kujdes. Kujdes me evlijat e Allahut azza wa jall. E Allahu tha, in kanat illa sayhatan wahida, vjen një melek, edhe lëshon zë bërtitë të madhe, bërtitën, edhe krejt njerëzit mbetin shtangur. Krejt. Të ftoft, do thot që ata, fe idhahum khamidun, vdekur. Qaqë. Dënimi Allahut azza wa jall, shumë lehtë, shumë e thjeshtë. Nuk ka pas nevojë diçka të vije veçantë që njerëzit mahnitën, jo. Allahu ta çon një dënim që të sta merr menja, bërtitën, një zonë, me atë shkatrot. Ja hasraten alal ibad, sa keq për robërit, ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahziun. Çdo herë kur u ka aty një pejgamber, vetëm si janë tallë me të. Kështu është përfundimi atyre që nuk i besojnë pejgambert e Allahut azza wa jall. Deshën një herë që t'i gurxojnë, që t'i mbysin, u thanë që ju neve po na sjellni fat keq, fundi i tyre ishte i keq për shkak veprimit tyre, sepse nuk vjen e keqja vetëm se si rezultat, si pasojë e duarve që njeriu vet punon me to. Ky është tregimi që Allahu xhel e ka përmend për këtë njerëz dhe për ashabul qarje. Çka ka mundësi që të përfitojmë, normalisht ka shumë dobi, do t'i përmendi shkurtimisht disa. Si dobi e parë është do thot prej dërgimit pejgamberëve, normalisht njeriu duhet me marr mësim se duhet me dërgu persona të cilët e njohin fenë e Allahut me qëllim që t'i thirrin njerëzit fenë e Allahut azza wa jall. Kjo është mesazh edhe për njerëzimin që t'i dërgojnë njerëzit që t'u mësojnë fenë e Allahut azza wa jall, t'u mësojnë mirësinë, t'u tregojnë se Allahu azza wa jall është Zoti i tyre. Edhe normalisht me këtë ngritet edhe argumenti, se njerëzit ditën e Kiametit mundet që të arsyetohen para Allahut që nuk kemi pas pejgamber. Edhe tash dënimi jon nuk ka mundësi që të jetë i drejtë për shkak se ne nuk kemi ditë. Edhe e kanë me drejtë, nëse nuk kanë pas pejgamber, nuk u ka ardhur asnjë pejgamber. Edhe nuk kanë pas njeri që u arsyeton fen, ata s'kan ditë cilin ta adhurojnë. Edhe ditën e Kiametit para Allahut arsyetohen me këtë arsye. Prandaj Allahu ka çu pejgamber, pas tyre Allahu ka lënë ulema. Edhe normalisht thirrja davetit që bëhet është argument për njeriu se ai do të japë llogari para Allahut azza wa jall. Tash është edhe më e lehtë, rrjetet sociale, mediat e bojnë edhe të vetën, edhe tash shumë lehtë ka mundësi për mu përcjell mesazhi deri te çdo njeri prej tyre, madje edhe do thotë në qosh dunjos. Po ashtu do thotë, ata shka e përmenda më herët, ka nevojë njeriu, sidomos thirrsin fenë Allahu xhel përforcohet. Përforcimi është në gjitha aspektet, edhe ne shpeshherë kemi diskutuar edhe në tema të tjera. Kur është pyetje do thotë për përforcim se njeriu ka nevojë për krah. Edhe krahu kur është i fortë, atëherë edhe thirrsia është më i fortë, po ashtu edhe thirrja është më e fortë, edhe ndikimi është më i fortë. Allahu subhanahu kur e përmend për Musa alayhis salam, ju besoj që ju ka rastis me lexuar Kur'an shpeshherë, se ka kërkuar prej Allahut që ta ketë një krah. Krahu i tij ka qenë Haruni, vllau i tij, pejgamberi Allahut azza wa jall. Fa wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan farsilhu ma rid ay yusaddiquni inni akhafu an yukadibun. Tha vllavi im Haruni, ai është më urator se unë. Dhe unë kam frikë do thot
se ata nuk më besojnë. E Harunin e kam vlla, është orator, edhe duhet që a qëtë krahu im i cili më forcon për para Firaunit se kam frikë se ata do të më përgënjeshtrojnë. Kale se në shuddu adu dhe kebi akhik, ka thonë Allah, ne do të përforcojmë, do të forcojmë krahun tanë, shpinën tonë me kanë, me vllavin tanë. Harun, me një ajet që të thotë Allah Zogjel, ku e përmen, se Musa ka thonë, wajalli waziren min ehli Harune akhi, ka thonë, o Zot, mundso ma ta kam një krah, prej familjes time, vllavin tem, Harunin ushdud bihi esri, ma forco krahun, do thot ndikimin, fuqin, na përmjet atij që ta kemun, do thot një përforcues. E normalisht kur ka përforcues, veçanti kur është në pyetje një situatë e tillë sikurse me dal përpara Firaunit, nuk është e lehtë. Me dal me një zullumçar, dush bajgje me pas zemër të madhe. Ti ki problem me shku me dal përpara një pushtetarit që deri dikunde është nashta i tmerrshëm ose mbyç ose vras, nuk respekton drejtat e njerëzve, por para Firaunit që s'ka njohur kërkan ka pretenduar që është Zot. E mi dal përpara, nuk ka ne lehtë. Musa alayhis salam plus e dimi se Musa ka belbzu. Prandaj ka thonë, më duhet Haruni, i cili është më orator se unë, ka fol. Se e dini rastin se si ka ndodhur thot mes Musait dhe mes Firaunit, ku i ka thonë do thot gac, e ka mashtruar dhe e ka futur në gojë dhe ja ka gjek do thot gjuhën e tij dhe ka pas nyje. Musa alayhis salam. Edhe Haruni ka qenë ai i cili ka qenë kur ka pas diçka nevojë për më shumë ose për orator e ka më vllahun e tij Harun. Kjo është edhe argument se oratoria jo çdo herë është oratoria jo çdo herë ndikon. Oratoria po e ka marrë me veti për te Firauni, po Musa pse ka pas problem? Qëllimi i tij ka qenë për sjellje mesazhit. Mjafton. Kjo mjafton. Nuk ka nevojë unë me ta shpjegoj tash, me ta zbukurue, me ta ndriçue, me ta shkëlqy ku një shka që ti më besu. Thjesht unë jam të përcjell argument. Kjo është argument. Do thotë që mesazhi përcillet me len e Allahut të Gjallë. Tash oratoria është aftësi secilit Allahu subhanahu jap dikujt po dikujt jo. Kjo është aftësi, është donti, e ai i cili përdor për hajër, elhamdulillah, ai i cili përdor për sherr, mirë jaj. Dobi e tretë që na mëson ky tregim është se atë personi i cili erdhi prej periferisë qytetit, kush është yni për me thirrën fen Allahut? Imani i tij. Nëse nuk ka iman, normalisht njeriu edhe e ka problem për me vrapu me pas një hap till për me shku me thirrën fen Allahut. Imani çon ku? Imani çon për me thirr në fen Allahut azza wa jalla me qenë i kujdesshëm davet. Po ashtu, mposhja e zemërimit edhe durimi kundrejt atyre të cilat i thirr. Normalisht këtë njerëzit nuk janë me një nivel. Ka lloj njeri. Tash ai i cili thirr në fen Allahut duhet të pas sabër. Duhet të pas sabër. Thonë që Allah po thonë me pas sabër, po vetë po vojnë. Po i kanë edhe nervë, po na ishin nervët. Çashëm kupton se njeriu duhet të pas sabër, kupton, po nuk është lehtë. Mposhja e zemërimit dhe durimi nuk janë të lehtë, po në përgjithësi njeriu duhet të mundu me përmbajtë veten e tij për shkak se përpara vete ka lloj karakteri, lloj mentaliteti, lloj njeri. E nuk është e lehtë. E prandaj pejgamberët e Allahut kanë qenë durimtar, edhe ato sprova që i kanë pas, që i kanë përjetuar ata, nuk mundet që të paramendohet sot që i përjeton do thotë një thirrës në fenë e Allahut ndonjë hoç. Prandaj ata ose ky njeri çka tha, ja komi tabiul murselin, o i populli im, ndiqni ata, po parandojni, ata e kanë vrarë. Allah s'ka përshkruajtur jashtë asaj në diçka ndonjë skenar. Po një Zot e di sa e kanë shoh, e sa e kanë ofenduar, një Zot e di sa e kanë torturuar, e sa e kanë mundu, se nuk ka përmend kurrë jashtë asaj. Është përmend me njerë veç sa i ka hyrë në xhenet me të kallzu qartë me dije se ai ka fituar xhenetin. E ka kryer amanetin, punën e tij. Ambicien e tij e ka kallzu veten e tij, edhe në fund përfundimi i tij ka qenë xheneti e Allahut azza wa jall. Po ashtu. Ajo që ka lidhet me çështjen e fatkeqësive, nuk ka të bëjë do thotë që ndikon ose dikush të na shkakton as personi as bakshues. S'ka të bëjë kjo me kësi realitete. Këto janë besitni. Ata e kanë lidh fatkeqësinë e tyre me pejgamberin e Allahut. Shembull, kalon një mocë zez, të na shka tradit, jo, si të kaloj mocë e zezë, do thotë kam e më gjetë diçka. Vjen huti, që ndronë dikun, thotë kam e vdek dikush. Apo, e keni do gjudo, vjen nane dikun, të thotë, qitë nane në qashpi, thotë pa që të kam e vdek dikush. Ose shembull, e premta e 13. Po, e premta e 13, do thotë, kjo ditë është ditë që sjell keq, largoju. Madje, ka raste kur kanë ndërtu ndërtesa, katën e 13 se kanë shkrujt hiq. 12-14. Pse se numër 13 është numër që sjell keq. E kjo është besitni, këta në këtë besitni, nuk ka të bëjë me realitet. E prandaj shpeshherë në xahiliet, periudhën e para islamit arab, e kanë marrë një zog, e kanë lishu, ka fliturën, se ka shku në një gjallë, kanë hec.
për në udhtim, ose është martu, nëse ka shku nonën e majt, ka refuzu. Edhe nuk ka udhtu ose nuk ka shmartu. Edhe te na, ndodh shpesher do thot I lidhin senat kështu. Do të merr e shef e lishon një sen ose në bazë një seni çka ndodh, ai bazohet do thot në udhtimin e tij, martesën e tij, jetën e tij, këto janë krejt besimit normalisht Islami është I pastër prej këtyre gjërave. Po ashtu, ajo që është me rëndësi për këtij tregimi që përfitohet, është do thot ajo që e than e indukirtum, a këshilla jonë është sebeb që ju me na mbyt, do thot a çaq, vetëm se pse po ju thirrim juve të uhit. Fena Allah çaq, veç për kat, thjesht nuk e kanë dashur. E njeriu është mirë dikush kur thirr, kur këshillon me dëgju. Për shkak se është prej edukatës, është prej mësimit. A e pranon, nuk e pranon, është punë e jote. Mirë, po megjithatë është mirë me dëgju, për shkak se është edukat. Edhe ata nuk kanë bë keq. Thjesht kanë thirr, kanë mujt me refuzu, kanë mujt me pranu, po jo. Janë tregu arrogant edhe popull I shtrull. Po ashtu prej dobive, është do thot përfundimi, ose marrja mësim prej përfundimit të atij personit, atij burrit madh, që e tregon se si përfundojnë çështjet. Përfundimi I tij ka qenë I mirë. Niyeti I tij ka qenë I mirë, vepra e tij ka qenë I mirë, synimi I tij ka qenë I mirë, përfundimi I tij ka qenë I mirë me lenin Allahut. Allahu askujt nuk ja merr, nuk ja ha hakun e tij. Po ashtu do thot, është shumë e rëndësishme mu përkraj vërteta. Unë çdo herë them, mundesh me pas dost, mundesh me pas shok, mik, vëlla, motër, gru, fëmijë, bab, non, e vërteta mbetet çdo herë vërtet. Nëse dikush ka zënk, armiqsi, nëse prindi yt, fëmia, grua, shoku, ka gabim, tregoj atij që është gabim. Mos e mbroj. Po këshilloj, arsyetoj, ama gabimi mbetet gabim. Qartësoja, edhe qëndron me atë I cili është në të vërtetën. Ky person edhe prej ç'është dunjos, ç'është qytetit. Mi thon popullit vetë që këta janë drejt, ju jeni gabim. Edhe këta janë pejgamberët e Allahut, andaj përgjigjuni. Pavarësisht asaj që e ka ditën që kanë me mundu megjithatë am kupton, Allah subhanahu ja mundsoi që përfundimi I tij me qenë ashtu si e përmendni. Po ashtu prej tregime, prej dobive, është ajo që e pam prej fuqisë Allahut azza wa jall, se Allah azza wa jall thjesht me një bërtit, një meleku, një zon trishtues, Allah e shkatroi një vend tërsi. Shumë është e lehtë, shumë është e thjeshtë, andaj mos u çuditni kur brenda disa sekondeve përfshihet një vend, një shtet krejtësisht me vërshime ose me dënime ose me tërmete ose do thot me dënime ose me fatkeqësi, si do thuaj, edhe shkatrohet. Mos u çudit për shkak se kjo është shumë është e lehtë, e thjesht për Allahun azza wa jall. Po ashtu përfundimi, edhe me këtë me përfundoj, përfundimi atyre që janë tallë me pejgamberët e Allahut. Edhe kjo traditë është edhe e sotit. Tallja me besimtar, tallja me xhallar, tallja me ritet e Islamit, tallja me ritet e fesë, me adhurimet, me çka ka të bëjë me fen. Mos harroni se çdo sen mirët parasysh të Allahut subhanallahu. Ai I cili tallet mirë për përfundimin e tij nuk ka më qenë mirë. Për shkak se kështu Allah subhanallahu ka përmend shpesh në Kur'an, si ka qenë përfundimi I këtyre personave. Prandaj Allahu I tha pejgamberit se tregoj atyre se mekasit që ty po të mundojnë, kështu kanë me pas përfundimin. Ashtu ndodhi. Ata që pranuan Islamin u bën musliman, ata që refuzuan në fund ashtu ishte përfundimi I tyre, përfundimi I keq. Këto janë mësime për secilin prej neve se si duhet me pas udhimin e tij, atë metodologjinë e tij, kuptimit fesë Allahu xhelal dhe si duhet për me hes në atë rrugë, edhe si duhet me qenë daveti, thirrja e tij te populli I tij me gjithë ato ambicie që ka pas. Ai njeri dhe me shpresën që populli I tij të ecin në rrugën e drejtë. Nëse ti e do të mirën për ta, dije që Allah subhanahu do ta doje të mirën ty. Nëse ti I urren dhe nuk ka do të mirën atyre, dhe ti llogarit si të këshinj ose I llogarit që ata janë shkatrum, ata dije që te është problemi. Te është problemi, andaj kujdes. Kujdes. Për shkak se ai I cili thot që njerëzit janë shkatru, kyra është I ka shkatru, se s'ka mundsi këtë me qenë këshin, se kanë mesin e tyre të mirë. Ata që janë këshin, janë të përzim, dikush ma shumë, dikush ma pak, ka nevojë dikush me I mësu. E jo që është me thirr, me qenë I butë, me u adosh atyre të mirën, e jo me dashur sherrin, për shkak se me atë nuk arrin kur gjë. Nëse u do të mirën, Allah ka me të dhënë të mirën, edhe ty edhe atyre nëse do të keqen,
dije që Allah ty ka me të dhënë të keqen e atyre, ndoshta Allah i sprovon, po ndoshta atyre atë mirën e ti mbetesh. Askundi, lusë Allah në zogjet që Allah zogjet na vedisoj, dhe lusë Allah në që Allah zogjet na përmisoj, dhe lusë Allah zogjet që të na bëhe qelsa dyreve të hajrit, e jo qelsa, ose qelsa do thot për me i hap dyret e hajrit, e jo për me i hap dyret e sherrit, e lusë Allah në që të na mësoj të mbyllmi dyret e sherrit, e mos t'i hapim ato. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.